Në qovë se nuk arrin, është obligim institucional i partisë dytë që të ketë një mundësi bashkëpunimi me parti tjera të formoj qeverim. Unë e kam bindjen që në qovë se ka një paaftësi të partisë parë për me realizu qeverinë, unë kam një bindje që zotëri Hamza është një person mjaft i aftë për me ndërtu një koalicion i cili e ka në fokus atë që ka premtu, zhvillimin ekonomik, përmirësimin e mirëqenies qytetare, dhe mendoj që është një person që pranohet nga një shumicë mjaftueshme në kuvend atëherë kur i vje. Kosova ka nevojë me i pas institucionet e veta sa më shpejt, sidomos pas këtij procesi të stërgjatur të cilin e kemi pas të numërimit të votave, dhe unë sot këtu jam si përfaqësues i Partisë Demokratike të Kosovës në një mbledhje e cila është e parapamë sipas rregullores së kuvendit, dhe t'i bëjmë gjitha hapat e duhur që ta kemi kuvendin e Republikës Kosovës, të kemi fillimin e themelimit të institucioneve të vendit, po e them prap pas një stërzgjatje të madhe të numërimit të votave, çdo qytetar po na pyet se a do të fillojmë sa më shpejt që të kemi një institucionet vend, andaj mendojmë që të 15 duhet gjithë të japim kontributin që të formohen filloj konstituimi i kuvendit dhe më pastaj të fillojmë edhe në hapa tjerë të cilat janë procedural, ligjor, kushtetues, në mënyrë që vendit të ketë qeveri